shkëlqen, plot e artë, goje mjalt. Ty e sin ku i gjen, kur të shohin se shkëlqen. Ku është taj burim, cilin u jepin, cili është driti që ushqeu shpirtin tim. Le të pyesin, se pyetja s'bestis, haptas do të përgjigjem, unë jam robi dashuris. Bukuria, vjen nga dashuria, është ëmbël robëria, por vroi dashuria. Zemër t'mirë, jetë e lirë, ty e sin kush dhuron, kur t'shohin se rezaton. Zemër t'mirë, jetë e lirë, ty e sin kush dhuron, kur t'shohin se rezaton. Ku është taj burim, cilin u jepin, cili është driti që ushqeu shpirtin tim. Le të pyesin, se pyetja s'bestis, haptas do të përgjigjem, unë jam robi dashuris. Bukuria, vjen nga dashuria, është ëmbël robëria, por vroi dashuria. Robëroi dashuria, një thënie fantastike shumë e bukur. Zonja dhe zotri, njësat të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juaj në Odeon. Mirëmbrëma Naem. Mirëmbrëma Mihrie. Mirëmbrëma të Uta Vëgjitsi. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë. Bukuria, robëria në dashuri. Në më thënë, dashuria është aq e fuqishme se edhe kur të robëron, ajo robëri është e bukur. Tekst nga Aida Baraku, muzika Armend Rexhepagiçi, e kemi kënduar në këngën magjike Një pallat i tërë në këmbë. Pastaj i ram pishmon pse s'kemi hyrë në konkurrencë. Kënga e bukur mbetet këngë e bukur dhe kjo nuk diskutohet, kështu që vazhdojmë me Odeonin Naem. Po janë këngë të bukura, është humori, është debati, është biseda, është shumë çka e bukur që do të na ndjek edhe sonte në këtë spektakël, në spektaklin tuaj, këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Jemi këtu të gjithë bashkë, vërtet një armatë të tërë para dhe prapa kuintave që përkujdesemi që programi të jetë argëtues, të jetë i bukur, të jetë për ju e me ju. Por janë edhe ata që tërë këtë glamur e kanë mundësuar edhe gjithë paraqitjen tonë, edhe gjithë realizimin tonë, sponsorët tanë, të cilët i përshëndesim me një duar përshëndetje shumë të madhe. Mihrie Çençevesh,
Shumë më bukur. Duke falenderu Meliza Zëqirin, e cila sonte më ka bu mundje për një mes se ato të Hollywoodit më vjen keq, që nuk jam fare modeste. Mos vjen keq, le të vi mirë. Kështu që faleminderit shumë Meliza Zëqirit, të cilën e gjeni në rrugën Muharrem Feyza në Prishtinë dhe e gjeni në rrjetet sociale Meliza.Zëqiri dhe në numrin e telefonit 044 123 940. Shumë faleminderit Meliza Zëqiri. Faleminderit edhe asaj shtëpie që përkujdeset për paraqitjen tonë, për dukjen tonë, e na kuron, e na zbukuron. Agonita herë, Agonita Sogojeva, kushtokur. Më të vlasim shumë se të gjithë presin, çfarë do të ndodhë, kush do të hyj, çfarë do të bëj. Po në realitet do të vinë absolutisht ato që na sjellin gaz e humor, përmes satirës së tyre godasin ato dukuri që nuk janë të mira dhe në këtë mënyrë japin edhe kontributin e tyre të madh prej artisteve Dada Hyr dhe Kulja. Si gjithmonë. Valla Këto zemra. Qa unë që shtu njëherë Këto zemra. gjysën tjetër. Më me ishtu valla se sun pe bojnë as parlamentin as Severin. Diçka do të me boj. Ja shtoj zemrat, ja zvogloj. Ja zoglojna. Maru, valla, po, qa me bo? Unë së me hyrën me dalë me hec, e me shku dhe në fur diçka me ble. Tu shku që anina ka parke. O, sa miza. O, Allah. Am tranun, ta shti mëskejt up kër më ranë men. Që miza që si mafia italis, bode myte një qët me familje, me këshere, me mahal, me kej qa kanë vinë me të hakë marë. O ti, mafia ki gjithën. Në rrugë mafi, atje mafi, në dugoj mafi, ka cilësh mafi. Te e pe dhe në fur ki mafi. Jo, po. Shka në fur me ble kifle ose burek, ti me qka dush qitu. Ti e merë klët, pas senën të, heq, mafi bre. Që ta i thash asoj qikës, thash, a vlen haloloja shpërlysët e jo. Shka tha? Tha, cilla tha loj. Thash, kush e gjonë në mishin në burek, e mere dhe një gratis. Allah i lësa ki lajki. Me shyza i kom 100 në diçka. E pa tu? Pa të zdi se shoh atë pa shpeshor një. Pa di që shemë dhe. O njëm si veda. Ja pa. Sa ma e vjetër që po buhna, qatë ma shumë pi përngjoj burës. Ja. Ki 20 kila ma shumë të hujat i ki. Lime? Të zina së të kujna i ki? Ja. As që shkanë mëritet ja, sen. Kështu që i lutna. Pronarit të ndershëm, mu lajmru që me arë mi marë. Po dhe? Qyre, kom dhe ndosë diçka. He. Nuk ka me thonë kërkush mo mas me e që kjo të rosha. Hajde për hajre, pse kishe? I kom lënë mosteshet mi rritë. O që the më spjeqi. Pa vjena jemi. Po? A i zemër që shtë kom sëd. Kujna brepi thuti zemër. Tha ty zemër. Po qarë zemëra, po ti mu më thu zemër veç kur dërë me mush barkin a najsen. Tëre, unë e burri tem, për shambull, e di që mo nuk më i mi dhëru flutra në bark. Po? Po për dit, i dhërëj zëgjë që i silën rrëth kresë. Besoj që kjo mjafta la. Po, mjafta. Ga, hina mu la. Edhe pa hiri u lava me shampon të moshkujve. Shamponin e burrit. Po dal, spiteri flakt. Po. Zi qa bo veç pikshin. Haruva ku i kum lanë qelësat. Zdi shakundrat ku janë. Po haruva dhe qantën ku e kum lanë. Kur buri. Hajtë se sa sen, tash bile me din që shmo parku. Aj, mu më tonë, din që shmo parku. Ka dole. Nalë, mësë në bënë nërvën. Mësë në bënë nërvën.
Hajde do çokoladë, mere. Qashtu, që do çokoladë. Ali më se çokolada ja u ndris Po ti një me, për një me, Po një me çokoladë, mëre. A unë të menu për shkak dietës, thoj shaflike morë me veti. Çokolada është që ka dollë për gjenetit. Ajo të ndris disponimin. Bile kështët, çokolada marot për kakaos, apo? Po. Kakao rritët të ndru, apo? Po. Ha? Po. Do me thoni bjen që o bim. Po. Do të teknikisht, kur te këqërsh, çokolada është dietale. O që më stive me kje. Nga, une si dustja jute. Po du me të thonë diqka. Ha. Lufto për ata që të duan. Jeto për ata që i dën. Busqesh për ata që ta kanë inati. Dhe haroj ata që të kanë haruar. Natën e mirë. Jemi rikyer në spektaklin tuaj, duke i falenderuar gjithmonë nga zemra ata që janë suporti ynë i fuqishëm, mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë. Për çdo javë kemi thënë se këtu në Odeonin tuaj, në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, na vinë personazhe tepër të veçanta nga të katër anët e globit toksor, duke na sjell përvojat e tyre më të bukura, duke na sjell zbulime shkencore, duke na sjell punë shkencore, duke na sjell krijimtarinë e tyre. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi mysafir një profesor, që dikur e kemi patur, një profesor, një erudit, një njeri që sëresh së punuari, sidomos për historinë e kombit shqiptar. Ai një ditë ishte jurist i këtij vendi, ishte edhe njërin nga ata që kontriboi për këtë vend, një ditë ju desh të marr rrugën e mërgimit, fillimisht nga Zori, po më pas duke u bërë kështu, njërin nga punëtorët më të mëdhej shkencor, me të cilin edhe krenohemi, et mos e zas më shumë zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Ekrem Zenelaj. Hajde, prof. Prof, mirë se erdhe. Mirë se u gjitha. Si e, prof? Faleminderit mirë. A mujte? Po. A u lodhe? Po e natyrisht që njëri lodhet edhe të vënejt, edhe të knju, edhe të punu, po të gjitha këto e në pjesë jetës. Edhe të bo punë të duket që je në tavolin, punon pa fond, shkruan në kompjuter, studion, krahason e kështu, me patjetër që lodhesh, por fillimisht mirë se erdhe. Mirë se gjithë, faleminderit shumë. Është bukur që të kemi këtu sonte. Edhe për mua kënaqësi. Për me vazhdu një bisedë që e kishim lënë dikur në gjysmë, jo në gjysmë. E kishim lënë në fund të atij rrugtimi, po për cilën na premtove se kur s'do të reshtish së punuari, do të vazhdosh së punuari, së studiuari, edhe me na sjell krejt atë në vazhdimsi, si një diçka që është e bukur, e tingëllon bukur nga ky vend, ku na i themi Odeon, që është shpesh herë përsëris, nëna dhe baba e teatrit në krejt botën. Sot teatri nuk mundet me thonë që është fëmiu i dikuj tjetër veç i neve, pellazgëve, i lirëve, shqiptarëve. E në qatë Odeon kanë folë njerëz si puna juaj, kanë dëgju të tjerë, dhe paka shumë edhe në qatë frymë jemi sonte bashkë këtu. Prof, fillimisht ti ke mbaru juridikun këtu? Dy fakulteta kam mbaru. A dy fakultet? Fakultetin filozofi, sociologji dhe juridik, kam qenë borsist i universitetit. Në cilin vit e ke mbaru në Kosovë? Në Kosovë kam mbaru fakultetin, këto fakultete e kam mbaru me 1982. Në 82-ën. Kam qenë borsist i universitetit. Mandej masterin kom Borsist universitetit do ta dinë të rritë të reja të gjithë ata, kanë qenë ata që kanë pas 10 shep, edhe që në llogarit të suksesshëm në të ardhmen edhe të gjë. E kur mbarove, u ktheve në shoharikën tonë apo u ktheva në Therond, edhe punova aty një kohë si profesor, por vazhdova shkallën e tretë, domethënë në magjistraturë në Prishtinë, drejtimin në shkenca politike juridike,
ku diplomova atëherë të profesor jemi dashur dhe shumë i nderuar, profesor doktor Femiagani. Në këtë komisionin të lita e shënqare të juridiku dhe filozofikut, Femiun e zgjedhën nga filozofiku se pat pranu mu asistent, po ma largun nga universiteti, dhe ka qenë profesor doktor Bardhyl Qaushi dhe i nderuari akademik profesor doktor Esat Savileci. Nga më të vajt, të dhjes e të universitetit, profesor, a di që për koincidencë, kjo emision shkon të shtunën, po sot kur po gjirojmë, është përvjetori i vrasjes së profesorit akademikut nderuar Femiaganit. Dhe për ata që s'janë, mbi të gjitha, përveç profesore, doktore, të gjitha, po është dëshmori kombit, prej skenes mujna mi dhonë veç homazh Duart Trokitje. Si magjistër, të zuri cili vit? 88? Si magjistër unë e kreva domani mas 3 vjetë, 1988, 89, anë vitin 89 me burgosën për shkaqe politike. Se pyetjen e ardhshme kisha pse shkove në Austri më vonë. Të burgosën në vitin 89. Në vitin 1989 unë i qova do telegrame Kryesisë Jugosllavisë, Komitetit Qendror të Jugosllavisë dhe Serbisë, dhe kërkova Republikë. Veç vetë i shkrove? Vetë i kom shkruar ato. Edhe në emrin tonë? Vetë në emrin tim i kom shkruar ato, edhe kam qenë një 3 vjet zavendës drejtor aty në shkollë mesme, jo drejtor, po zavendës drejtor. Edhe isha aktiv në ndryshimin kushtetues dhe i kundërshtova ato. Ndryshimet kushtetuese të cilat u degraduan po. Dhe mandej kisha dhe histori të gjasë, si student isha një dhe ditë në Burg, në Prishtinë këtu me për shkaqe politike kong nga Shqipëria, më akuzun. Ka qenë i Farfaj Knjur edhe ka qenë i Popović, se nuk më kujtohet kush. Mandej me 1981 zonin në ushtri, shërbimin ushtarak në ngjarjet e 81-shit, edhe aty isha me 2 fakultete, edhe nuk pranova, më thënë, shtenin më propozuan për antar të lidhjes komuniste, edhe unë refuzova, po plus asaj nga baba im ka luftuar kundër në luftën e 2 botërore kundër partizanëve. Edhe ka qenë si kollak është konsideruar. Ka dal profesor, mos e ke përzije se këtu në herë na kena mësu ka luftu kundër gjermanëve, tash kundër partizanëve. 3 herë ka luftu kundër gjermanëve, një herë kundër gjermanëve në sistemin e Jugosllavisë jo prish, herën e dytë ka luftu kundër partizanëve të Titës, njësiti Kabashit në Opoj, jenë vorët e Grekosit, do më të Kabashit. Njësiti Kabashit. 6 mund ka luftu atje kundër këtyne dhe. Edhe kjo të përcjellje edhe ty në të Altanishën. Edhe kjo më përcjellje mund të Altanishën, por në thonë të drejtën, unë i kisha dosjen e familjes, se në patë marrë atë regjimi komunist edhe 6 hektar tokë, që babaj gjatë të rjetës... Po se kullakve që i kanë shpallë kullak, armiqve të... Edhe migjën teme kanë qunë në Burg Nish 3 vjetë me Burgim Tran, për shkak që drithin e kafshef nuk e ka dhonë shtetit, e tjera. Kur u konë ajo të kupi atërë që i kam thonë. Po mu se kom përmenë kur herë se... Mirë, prof, ato burgosin të 89-ën e di që ka shumë, gjaja më interesante që ne a thesonte është se jenë nga të rallët, me i shkru telegram Kryesisë Jugosllavisë... Serbisë edhe të Kosovës. Edhe të Kosovës, se Kosova du të më shpallë Republika. I kundërshtova ndryshimin kështu dhe kërkova... Kryen veti kështu. Po, kryen veti. A shkruva atje në emën të kujnë, atë popullit Kosovës? Në emën të qërëm zënelej. A? Në emën tem. Veç në emën tonë? Veç në emën, unë për ta burgos, a veqon. Po kam qenë modest se kemi pas vëllezër shqiptarë që kanë vujtë shumë me 10 vite, kom pas Shakali Laqin e plotje, dhe më ka ardhur me përmend, po si pjesë historisë është kjo. E historisë tonë jetësore. Në një biografi do të më shkruaj këto, profesor? Në sociologji thuhet se sa më madhe me qenë shtypja kombëtare ndaj një populli, aq më madhe vetia, aksioni, reaksioni sin fizik. Dhe dëshira për liri. S'ka gjë më të madhe, më sublime se liria. Edhe konga ka ndikuar po ashtu. Edhe konga. Këndoja atëherë? Unë kam qenë këngëtar edhe televizion që e din ti, mirë që po tregon edhe për publikun, kam pas 22 këngë në frymën e Melosit popullor, Hardin Pashën, po Bjenare të Zeza, kam pas kadera të rashme të pa, kam pas bishtalesa të pa, këngë Shkodrani kam pas kryesisht, dhe kam pas 22 këngë në frymën e Melosit popullor. Në Therand kam marrë pjesë me grupin e orkestrës nga fshati, 4 vjetë kena pas penis, të 2 është një vend në parë. Mandej kam qenë në shoqërinë Kosova, ku ka qenë këta këngëtar klasik, Hashimi, Tahiri, Shaban Baksi, këta unë sekretar kam qenë. Organizova një ekstrat në kuadër të universitetit në për Kosovë,
mendimin e një Nexhmi Rexhepit ka dhënë ka anglisht, më kujtohet tash kush është. Nexhmi Rexhepi, po, profesori nderuar edhe burri i bijes juve. Shpresa Berishës. Edhe kolegës time të Kongës, Shpresa Berisha, Edhe kolegës që ka pas tuaj. një zonë fantastik Shpresa. Shpresa Berishën. Kemi Edhe qenë bashkë një profesorin orë. e nderuar, kur e përmenim Shpresa Berishën në botën e Kongës, unë e tham qohemi në Kom edhe i duar të nga gjërat më të bukur që shumë kohë po mundohna me marrë musafire në emision, se kam shumë vështirë ta ke musafire në emision. Edhe, po në radio televizion... Në radio televizion ka qenë përpara Ke një regjistru Kong? audicioni Ke ka qenë më së pari, audicioni, ka qenë komision Lorenz Antoni, ka qenë Qazim Boba i Ndjer, ka qenë kërredaktor i muzikës popullore, ka qenë Ganim Miftari, ma vonë, por e kom pas edhe mësuesin tim dhe kujdestari një filharmonistin Isak Baraktari, dhe ata mësuan. Krejt ka dona me duar kretit, se janë fyllat në va, edhe Qazim Boba edhe Isak Muqolli nuk jetojnë më. Isak Baraktari. Isak Baraktari jeton shëqyrë zot, e shohim. Isak në kom pas kujdestari. Pime dhe kafe. Edhe Isak Muqollin kom pas. Pak u zbulove që tu se me të njofshëm pas ke pasi Qazim Boba i Juvja, ne? Se kom njoft Qazimin në vetëm aty. Isak Baraktari. Vetëm Isakin e kom njoft. Kujdestari klasë, Po, mësuesit ka shti aty. Po Lorenz Antoni se kom pas këtë gjë. Me dashtë regjia me nalë shumë veç pak e dëgjojmë, qa ke knu? Si pas programit juj, unë s'kom barë me 3 qëtë. Kong Shkodrane, realisht, a? Unë kam qenë i thari i Shqipërisë Shkodranëve, mesme. sidomos Brahim Tukiqit, Arif Vladit, mandej kam të poshtë Bik Ndojës, Shqyja Lushit. Sali Berarit, edhe kështë me radhë. Kanë qenë model për mu Krejt zërat bukur, krejt tenora. Po. Edhe të tenorat jenë bajtë. Po. Bukur shumë. I përbenëm krejt që to paka shumë bitë të cilat jenë ndërtu. Po një ditë, na i morën me autonomie, na qetën prej punave, prej... ty s'kan pas nevoj me qitë prej punës, se njerë prej punën në burge, prej burgut, pastaj u ktheve në shpi. Kur u ktheve në shpi? Kur u ktheve në shpi, më largun për shkollës, me vendim caktum, 2 jetë kam qenë pa punë, shkova në Sloveni, në Goric,
shkova me një vend me kërku punë, nuk gjensha. Një plak i shkon në barë me do drumë sloven, kërkova që të drumë i cëptu një 20 metra, por ku mërë vesha kush jam, mi pa dorë që ketë më bon... Kamo. Po, tha stop, tha prit pak më spojnë, tha që 200 marka se 500 në goditëm, tha kam djallin kryetarinijët, Goricës, e djallin më këshërgullu punë me hinë fabrik Tiskës, me punu në fabrika aty, rroga ishte 5 ish ma mua se me punu në kanala, se me punu. Dhe masoneta më thanë që dhe të qojmë në kurs, me qenë një referent për çështje juridike, por më thiri dhonëri shkova në Zvicër, atje me punu, edhe atje më ndë më pacmum një motër, edhe më desh më morë me thmitë saj, edhe momenti që na këthy në punë, edhe u desh më këthy unë, më ndë e padita shtetin, i mora të holla, i mora thminë dhe shkova në Parali në Greqi, me hargjitatosa, s'kem mësu me kursi unë. Po, ku shkove në Austri? Në Austri kam shku në fund të vitit 1996. 96. Më ka dash me shku atje 2 vite në fakultet me mësu gjuhën gjermane, sepse çështja me studiu atë kur regjistrohet doktoratën e parë, fakultetin juridik, edhe paralel me këta edhe dhe të folë ma vonë për arkive, aty dush ke mësu gjuhën perfekte, gramatikën e tjera, dhe mas 2 vjetë, nuk më lëshun diplomën këto në magistraturë, se ishte të loviku, të di une, më detyrova 4 provime ndryshimi, dhonë. Për nostrifikim? Për nostrifikim, për më zonë magistraturë, me shku doktorat. Ma në doktorat u pranova, kom pas fatin e jashtëzakonshëm, që për mentor doktoratës parë, e zgjodha dhe më pranoj profesor doktor honoris causa, profesor doktor emeritus, profesor doktor Peter Fischer, që mësohet teoria ati juridike në botë, Peter Fischer, që për të drejtën, ku që ndërë natyra së drejtës, sot natyra drejtës që ndërë të njeriu, të bashkësia shoqërore dhe të shteti. Pse the doktoraturës parë? Sa doktoratura i ke, profesor? 2. Të parën e ke mbrojt në vitin 2002 në Vjena? 2001 në Universitetin Publik, në atë universitet ku është promovua Sigmund Freudi, Franz Kafka, Hans Kelzeni, me 7 nota dekorat, ku një kodë gjatë aty nuk ka diplomu dikush me ato nota, dhe pe i frigës që dhe të koritëm se pa ta shit tokë me shku atje, s'kishë mas përkraje shtetërore, edhe pe dëshirës madhe, pe vullnetit, i dava forcat në 2 pjesë, një u regjistrova 20 arkivat botës, edhe 2 në doktoratën e parë, pastaj në dytën, edhe 2 specializime, një kreva në Francë, Nica drejtën evropiane, një në Gjermani drejtën gjermane, das Deutsches Recht, i vjen në Passau. Këto e në krejt në drejtësi, deri tash. E para është e drejta ndërkombëtare publike quhet në gjuhën gjermane Völkerrecht. E dyta është historia e mesjetës, edhe e lashtësisë. Se tash u futën histori. Po. Specializimi i parë është në Passau, drejta gjermane, 2 vjet. Specializimi i dytë është ka qenë një kombinim i Vjenës me Nicën e Francës. Praktikën e kemi bënë në Bruxelles, Nicë, në Rom, ndërsa provimin e kemi bënë në një pjesë kemi bënë në Austri, një pjesë në Nica, provimin me shkrim në 2 gjuhë ka qenë, edhe frangjisht edhe gjermanisht. Profesor, janë 2 specializime, apo? 2 specializime, 2 magistratura. Janë 2 magistratura? Edhe 2 doktoratura. Edhe 2 doktoratura. 2 doktorata. Po. Was hast du gesagt? Wozu? Wozu? Për çka? Unë veç i ka gjithë një was hast du gesagt kafe. Se s'po mujna me marrë me men. E tha saksisht. Ko gja shumë? Ja, shumë, e kemi thonë mirë. Ko gja shumë. Edhe ideja që të merresh me punë shkencore mbi të gjitha me ju kthy historisë. Se dashuri të parë si duket përveç nusës tonë, këngës me patjetër juridikut, shkencave juridike, po ju ktheve historisë. Kjo dashuri erdhi se rezultat që se më the, ke shit tokë për doktorata, po dhe më regjistru në çka? Në doktoraturë. Në doktoraturë po dhe në arkivet, 20 arkivet botës. Në 20 arkivat botës, sepse duhet me pagu. Aty kom pas një vjet, 1.200 euro vetëm hyrin, do mund lejen, licencën, ndërsa për 25 vjet llogarit kemi dhe 32.000 euro, i vjen vetëm licenca në arkive. Çdo vjet ke pagu vet. Jo, krejt 32.000. A çdo vit ka 1.200. Po ka 1.200. Po thonë të gjitha këto kur i mbledhim në për vite, i ke pagu vet që të futesh. Domethënë për me hy në
të informatat, të shkenca, të arkivat, duhet me pagu. Dhe nëse s'pagun shtetin, nëse s'pagun dikush, duhet me pagu vetë. Po, nëse s'ki vetë, si jetë sonin. Edhe nëse s'ki vetë sonin. U përcaktove për histori si rezultat i një mungese që e ndjeje vetë në të dhënat historike të pamjaftueshme për neve, apo nëse më lejon një 2 minuta. Apo rrugës u dashurove në këtë gjë? Unë që në fillim, me thonë të drejtën, kam tentu në klasën e 7 shkollës fillore, me një kushëri, në klasën e 8, me ikë në Shqipni me dalë, se me nëshim që atje është parajse, atje, në flisin të eshtë, në zonë në zhurë të policë, një unë në spionoj, në rada ka një shuplak, në hypim një furgon, i dëtërëmi në që më shpinë një. E dyta ka pasar dhe kipa e folklorit dhe mbledhe të çështjet vjetra të na, Zia Gjoli, Alex Buda të atje, në fshatin tonë, një muj kanë net me mbledhe, edhe mu më thirën si këngëtar, një djali vogël, vitin e parë shkollë mesme, i knoa disa këngë, ishte një farfat miri, edhe ishte një drejtor i drejtorisë për arsim në Suarek, edhe ky Fatmiri i tha baca mazlum, tha djali ishte i zgjuar mjaft, tha kënon bukur, tha i kishte pensë gjitha, apo jep një stipendium. Dhe më ranë shkollë mes ma ata të Shqipnisë ma nëzorën. Ata e lutën këta, ata lutën këta, po, edhe kjo në dëgjajt, ako morë bursë të mon aty. Mande e morë me aktivitetet këngës, për herë të parë në radio televizion ka morë pjesë si ndimës, mi ndihmu në shoqërisa Afërdita, të këtë shkurt edhe shërejta kanë qenë të vogla, kanë qenë të tërë për herë të parë, në klasë 7, 6, 7. Sa po e kanë filluar? Po, edhe aty për herë të parë një mision për fshat ka qenë, do më në televizion, kam dalë me një vendaset tonë, ka qenë si teze e kujshive, me këngën Oj Mollë Kuqe, që kënë është në Shqipni, Dil Këndej, vajzë Dil Këndej, dhe më ndej dashuria për shkencë, më pa të ndonë edhe disa profesorë dërnicas, që tha ti e ki emin e madhë, emin e Qerem Qabej, nuk disha kështë Qerem Qabej. Edhe mu ngullin në kom, mu ngullit kjo pjesë, edhe plus këtu që më arrestu në pak në fakultet, në konvik nëmër 3, për kongë, edhe kam qenë i thari kongëve, edhe baba ka qenë anti-Jugoslav, edhe këto kanë qenë elemente që më kanë fremizu që unë me marrë një mision për veti me ditë historinë e vërtet të kombit tem. E tash këtu the e gjeta, jam këtu, edhe ju fute kësaj. Me qeje, puna studimore kërkon dije, kërkon kurajo, kërkon mbështetje, sigurisht. Në realitet, punën shkencore e fillove këtu, në Vjenë, edhe në këtë drejtim, njeve, kjo puna jote për në nxjerrë në dritë shumë gjëra të rëndësishme të historisë sonë, që nga Pellazgia e deri në ditët e sotme. Me që e përmena Pellazgin, a nisemi për i Pellazgjisë se e di që mirësh je nisë këtu fort, profesor. Ka të dush. Me qka mund të dëshmojmë na vërtet shkencërisht që jemi Pellaz? Ne mund të dëshmojmë para botës me hulumtime, ne mund të dëshmojmë para botës me bashkëpunim me arkeolog, me mitolog, me etruskolog, me keltolog, me paleontolog, me gjitha këta ju në pas këshilltar në për arkivat të botës të Evropës. Dhe e dyta, unë e kom hasë në dokumenta se nuk kam qenë gjeni me ditë ka që shtek Tete Iliria kemi ditë, sepse Tete Iliria ka dëshmu edhe Qerem Qabej, cili ka shku rrugës Gustav Majerit, por tute nuk kanë shku, ndërsa kurset bota flet, për shembull është një arkeolog polak, më i njoftën në botë, ka dëshmu se historia shqiptare fillon s'paktën e ditur 8.000 vjetë, që 8.000 vjetë, gjunga Shqipe është 8.000 vjetë, mandej jenë instituti për hulumtime shkencore historike në Amerikë për 37 shkencëtarëve, po ashtu e kanë vërtetuar këtë. Mandej në dokument e kanë vërtetuar dhe pranojnë, pranojnë vetëm Akademia Shqiptare e Shqipnisë edhe Akademia Shqiptare e Kosovës nuk e pranojnë. Halejo. Jese njëni për Akademikën e Shqipnisë thotë se gjunga Shqipe ka 90 rreth 2000 fjalë, ka 90% fjalë serbe. Një, turp. Tjetër një thotë se gjunga Shqipe është huazim i gjungë tjera dhe është në kohë ma vjetë se 1400 vjetë. Ndërsa në autorët e huaj që kanë bërë ka 15 vjetë hulumtime në Shqipërinë, Greqinë, vende tjera, të në Egjipt, Dardaninë e Aziz Vogël, ata i kanë qitë edhe dokumentet dhe faktet, artefaktet, toponimet, homonimet, hidronimet, krejt me fakte, për përmeni vetëm një fjalë se me gegnishte
është zbulu kjo pjesë, se te në shekullin 18, historia jonë është madhështore, edhe në botë, po në shekullin 19 dhe 20 është falsifikimi historisë. Për shembull, po e morëm në gjuhën e njësuar që standarde, që bën 1972, e morë 90% e morën dialektin tosk, e bën standarde, në rregull, më preparu, por me dialektin tosk nuk shkohet në Pellazgi, me gjek po. Për shembull, po e marr mali Sharr, është thujt mali Boria, mali Bora edhe Bora që thotë, e shpjegojnë historianët e huaj botnor që është BJV, sikur Arbanitas shkruhet Arbanitas, e Bora është Vora, e Vora është Vori, e Vori është Veriu. Sikurse qyteti Vora që në Shqipëni, ne malet e Dibrës janë quajtur Debora, ata dy kanë thonë Debora se është dhe, nuk kanë dhe të hujt, dhe z y. E është dhe Bora. Dhe Bora. Malet e Krujës janë Erbora, janë shqip. Erbora. Ndërsa fjala vezë, që thonë në gjuhën letrare, aty është vo me dy oja. Na kënej veri vo i thojmë. Ka 1100 sa dush fakte të cilat e kanë dëshmu të hujt. Prej shekullit 15 te në shekullin 18. Që na nuk dim asgjë, sepse historia e vërtet është në arkivet huaja. Historia e vërtet është në tokën tonë, në artefakte, në gur, gjithçka. Por na nuk kemi pas ekspert se në kohën e Perandrisë Osmane kanë qenë 1200 shkolla turke, kanë qenë 1200 slave, greke e tjerë, asnjë shqiptare. Me 1889 formu shkolla Shkorçës, tu i një në infrashri Sevastia Qeriazit dhe i regjistron shkollën dhe i thot motër, rruga jote është e shtruar me gjemba dhe këtë rrugë i kitë vështirë, me njën kanë me të përcjell kamekami turk, me njën metropoliti grek. Edhe kështu që arsimtar mësuesin e parë, Pandeli Sotirin, ka qenë shqiptar, patriot, po gruan e ka pas të tillë që greket e kanë pagu gruan me ortodoksizëm, me parë e ka helmu gruaja dhe edhe ai ka vdek. Gruaja ka helmu. Pandeli Sotirin. Gruaja ka helmu. Drejtorin edhe mësuesin e parë. Ndërsa këtë Gerasimo Qirazin, vllajën e saj që ka lëshu shtëpi në shkollë, ata kanë kidnapu 4 shqipfolës, të cilët i ka shni Kajmekami turk, edhe metropoliti grek, 2 vjet në përmale kanë majtë, e i baba i ti i ka siguru 800 lira me liru, ku kanë liru e me të prokurorës më dhe vdes, e ato lira i ka 150 lira se qëllë për aty në kriminelve që kanë kidnapu, 300 i ka marrë metropoliti grek, 300 i ka marrë Kajmekami. Kjo është fati unë. Cilt janë emrat që njihen kështu botrisht, po themi, emra në segmentet të ndryshme shkencore, historie, filozofie, matematika, po si udhëhesa, Pellazgia të Pellazgis me të cilët e identifikon qenësinë shqiptare atje. Na po dojtohemi të ka vitin 1960 para Krishtit me mbretin Likaon, i cilën është quajtur Pellazgu i dytë. Mbreti Likaon ka sundue në Arkadi edhe ka sundue në Epir, të është quajtur, në Shqipëri, edhe thujen pjesën më madhe të Ballkanit. Ai emri i tij u ndan dysh. Lika edhe Kaon. Na kemi emrin për shembull në Dibër, mbiemna Lika, kënaqet në këngëtar klasik Selman Lita, s'është Selman Lita, po Selman Lika. Lika. Mande kemi Lika në Dalmaci, edhe nga fjala Lika edhe në gjuhën gjermane, në gjuhën tjera, po në gjuhën tjera, thot Lika do mënë ujk. Pse quhet ujk? Sepse Likaoni ka unim zoti, si pas mitologjisë, kënë se ka zbrit Zeusin tokë, me provoku ky, edhe ky ka thonë që nuk o ky zoti, po unë jam, aja ka kallë shpinta, edhe ku ka që ky dhurat një thmi mollos e ka pre, si ushqim dark, ky e ka shëndru në ujk, në luan, dhe aty u ndërprej mo flijimi thmive. Dhe për këtë arsye quhet. Ndërsa Kaon, pjesa tjetër është a kemi Lika edhe të Deçani këtu? Deçan Lika. Kemi edhe një kompani të fuqishme Lika. Dokuna. Po, e deshta me përmend. Ndërsa Kaon është quajtur emri i parë i Shqipërisë ka qenë Pellazgia, emri i dytë ka qenë Kaonia, në emrin e Kaonit. Kaonia. Po, edhe në bazë Kaonisë është quajtur Kanina, te Vlora, në bazë Kanisë është quajtur Janina. E prandaj na ja kemi vu nipit tim emrin Kaon që e përshëndes për e. Dhe 3 fishit kryesore popullore të Epirit kanë qenë Shesprotët, kanë qenë Mollosët edhe kanë qenë Kaonët, në emrin të mbretit Pellazg. Prandaj kjo është një për lidhshmërisë. Shumë janë 50-100 lidhje dëshmi që
tregojnë vazhdimësi. Kjo Pellazgia ka qenë një perandori e kohës, e madhe. Pellazgia ka qenë një numër i madh fisësh, të cilët janë quajtur Pelazg, Pelazgoj, autorët gjerman, Hani, Falmerejeri, shumë të tjerë, tregojnë se fjala Pelazg, G-A-K, Pelak. Dhe këtu lidhet Abrahami në vitin 1960 para Krishtit, apo Ibrahimi që thonë këta, ai ka qenë i fisit Peleg, dhe thotë jonët, domthonë shqiptarët, dhe Pelegët kanë qenë vllazën, ta Pelazg, ata Pelak. Këto gjëra janë të shkruara aty ku i ke studiu. Të gjitha janë shkruara në borime të huaja. Unë borime slave dhe borime shqiptare nuk përdori, por 20 arkiva të botës. Dhe krenari edhe nuk e beso kush, gjermane, angleze, franceze, italiane e tjerë. Kam edhe bashkëpunëtorët e mi, sidomos gjerman, austriak, edhe francez, edhe italian, por janë faktet, artefaktet që na nuk e ki idenë se çfarë bukurie, çfarë hulumtime, çfarë dokumenta kemi ne. Në cilat qytete ke frekuentu përveç Vienës? Po, unë kam qenë në British. Londër, Paris? Londër, kam qenë në British Library, se njeni me një emision tha, kam qenë në arkivin e Londrës, jo në quhet arkiv, po quhet British Library në King Cross. Mandej në Vjenë i ka 6 arkive, mandej në Budapest, mandej kam qenë në Nürnberg, kam qenë Frankfurt, kam qenë Berlin, kam qenë Francë, kam qenë mandej në Itali, në Venedik, kam qenë në Raguz, Dubrovnik, kam qenë edhe në Stamboll kam qenë 3 herë, atje është një arkivi arkeologjik i Shlimanit që ka zbulu Trojën, edhe tash njerëz të ndryshëm me dëshira tjera, thonë Troja ka qenë Shkodër, atje, ata morën guxim, po unë s'kam as guximi, sepse Shlimani ka punuar 5 vjet me 20.000 punëtorë edhe 80 shkencëtar, edhe është i preferoj, i këshilloj të shkonin në Turqi, në Dardaninë e dikurshme, e keni Institutin Arkeologjik Shlimanit me gjitha faktet, artefaktet, gjithçka monumentet në Trojë. Instituti Arkeologjik i Shlimanit. Heinrich Schliemann ka qenë arkeologi i dytë botëror mas Winkelmannit. Ku kemi mas shumë të materiale me cilat Haleb i dëshmojnë botës? Unë vetëm të mas shumë të materiale kemi, përmendje Venedikun, ki Milano çdo kund, Firenze ketë, por mas shumë të kemi në Venedik, kemi në Raguz, kemi në Vjenë të Austrisë, kemi në Nürnberg, kemi në Berlin, kemi në Francë, po numër 1 që i prinë Italia dhe Austria. Italia dhe Austria. Profesor, na tha gjëra shumë të bukura prej Pellazgjis, i kemi edhe në libra të cilat do t'i trajtojmë pak më vonë. Po si erdhëm të ndryshimi i emrit Pellazg pastaj Ilir? Ndëgjoj, disa autorë thonë se Ilirët janë pasardhës të Pellazgëve. Disa thonë se emri Ilir ka ekzistuar gjithmonë, por në dokumentat vjetra thotë se fjala Iliri rrjedh nga Kadmi dhe Harmonia. Kadmi ka qenë themeluesi i shkronjave pas zotit të hieroglifëve, dhe ai është martuar me Harmoninë. Harmonia ka qenë motra e Dardanit të Dardanis, dhe i ka lind një djalë i cili është quajtur Ilir. Edhe djali i Herkulit po ashtu, dhe thotë Kadmi ka qenë mbreti i enkelejve, dhe nga këtu thotë është quajtur Ilir. Përndryshe kanë qenë fjala Pellazg, kanë fjalë e përgjithshme. Pellazg është popull i vjetër. Nuk ka pas emër tjetër, por nuk do të thonë që vetëm shqiptar, ka edhe popull tjerë, që të nasin prej Pellazg, natyrisht. Por kryesore populli i Ilir dhe Iliria është rinj që nga bjesht e Zvicrës, që një bjesht është në gjuhën shqipe, quhet Maja, edhe gjermanët e shpjegojnë Shpitze, mandej është qyteti në mes të Austrisë dhe Zvicrës Bregenz, autor gjerman dhe italian thonë është fjala shqipe e fisit Ilir Breuni, nga fjala Breg, nga fjala Breg, Panonia deri në pjesën, po disa autorë e bojnë njësoj Epirin dhe Ilirin, thotë janë i njëjti popull, vetëm se por emri i parë thash ka qenë Pellazgia, emri i dytë ka qenë Kaunia, emri i tretë ka qenë Oresti, në emrin djalit Agamemnonit, emri i katërt është Epir, që feakët dhe korkyra në Këlqyr apo Korkyr i shquajtur atëherë me emrin Pellazg, shqip, drapan, se ka formën e drapnit, dhe ata kanë thonë që pjesa e epër me mbi ujë, pjesa kontinentale, epër dhe ka me të Epir. Emri pesë është Shqipëria. Epër, lartë, si me thonë bi, epër.
Edhe pastaj Iliria. Kjo Iliria që i ka pas një 100.000 metra, 100.000 kilometra katror. Nuk e di sa ka qenë pa motën sa, po kryesor komplet pjesa e Evropës juglindore, ka qenë, do të thonë pej tregova, pej pjesë Panonisë, pej Austrisë, krejt, po është edhe emri i Vjenës, që quhet sot Vjena, emri i parë ka qenë vend. Po në gjuhën latine mandej kanë bërë viç ume kanë thënë vendum, vend, mandej Vindobona dhe më vonë Vjen. Vjen. Po. Se deri në fund shekullit 18 Gadishulli është quajtur Ilirikum. Po. Aja ka qenë prefektura Ilirikum, sepse Iliria ka pjesën më të madhe. Kjo Ilirikum ka qenë në kodrat perëndimore romake, se Romën e ka themeluar Dardanët. Domthonë në kohën e luftës së Trojës, Eneu, për shkak që u bën grupin e komplot kundër Priamit, mbeti të Trojës, i kemi një koloni për 3300 vetë, sepse e shpëtoi Agamemnoni për shkak të tradhtit që ja bani trojanëve, por në anën tjetër e dënoi mu largu prej aty sepse ky e kishte fshef Poliksenën, çikën e Priamit, të cilën e rrëmbeu Poliksenën, djali i Akilit, se e vrau Akili, Parisi Akilin. Akili e vrau Parisin, mandej jo Parisin po e vrau këtë Hektorin, kryeheroin, po edhe Deifobin. Edhe ai kishte kërkuar që të takohet me Priamin dhe gruan e tij Hekubën, që ta marr Poliksenën në Bukuroshe. Nëna vet nuk u pajtu kur, thot ky vrasës mi ka vrarë 2 fëmijë, thot unë i tradhtoj, thot Aket, një popull kanë qenë. Dhe mandej ky djali shkon kur mirët Troja me tradhti, shkon e fur Poliksenën që të vorri babës vet. E ky djali është quajtur Neoptolemeu apo Pirroni, e nga ky është ka marr Androman, gruan e Hektorit, si grua ka marrë dhe ka prunë në Botrint, dhe aty me të ka lind një fëmijë, ai djalë është quajtur emrin në Botrint është quajtur Molos. Dhe nga ky Molos malsor, po. Dhe nga ky mandej janë gjinia e Molosëve edhe Pirritëve, Tete Pirro 2 kështu me radhë. Ndërsa pra këta 3 popull kryesor kanë formuar edhe orakullin, se orakulli më i vjetër në botë është orakulli i Dodonës, që ka qenë qendra e Pellazgjisë. Unë e kam gjetë një artefakt piktorum të një autor në Shqipëri, e kanë publikuar dhe kështu, e pas ka gjetë një person nga fshati Kuq i rrethit të Vlorës, një guri, shqiponja me 2 krena, edhe fleta e dushkut e Dodonës, e pas ka quë ai zotnia në Institutin Arkeologjik në Tiranë, dhe kam shef regjimi komunist, po ky për fat e kish pas piktoru një piktor tjetër, dhe ka hupa ja piktor, do mund të tregon Dodonën si qendër e Pellazgjve, e ki mandej një fshat të vogël të rrethi i Sarandës, Feniç, domthon Fenikasit. Si autorët gjerman edhe autorët francezë këtjerë thonë Fenikasit kanë qenë fisi dorë. Finiç. Po, Finiç. Ekziston Finiçi. Po, qendra ka qenë ajo. Fiks. Këtë deti me zë ka qenë, por Fenikasit kanë pas edhe Tebën, që i thonë Theb në origjinal, edhe ko mauzoleu Tutmesi, Ramzesi këta tjerë, dhe thotë që Fenikasit janë fisi dorë. Se thot Pellazgjët ndahen 2 fise kryesore, në Jonët dhe Donët. Jonët janë thot Toskët, Dorët janë Gegët. Domthon, edhe aty te Fenikasit populli më kryesor ka qenë Amoritët. Dhe Amoritët ishin krenuar që janë bitë e Gegës, edhe janë Geg nga Babilonia. Edhe përmbytjen e madhe shpjegojnë me Gegën. Kur i shpjegon këto? Edhe e nxjerr domethënien përmbajtjen që është Shqipe, Ilire, Pellazgje. Këta shkencëtarë me nam në botë e pranojnë të gjë? Po shkenca gjermane edhe shkenca perëndimore e pranojnë, vetëm shkenca bashkëkohore e tyre, që janë të lidhur më shumë slavista dhe të cilët bën sherr shumë të madh, ata e mohojnë, mundohen me mohuar. Dhe po, e këta mjerisht, ta është quajtur 2 akademi, këta e përkrojnë shkencën slave, e përkrojnë ko më mrapsht që s'kan ide, bajnë pjesa dërmuse, bajnë përsjatje, thashe thanaja, edhe më rrinë të jetë lëtëva serbe. Sërbë mas pari historinë e vetë nuk e dinë. Na kena pas në të kaluarën si Pellazgolog, më të njoftën, Dhimitër Pilikën, Spiro Kondën, mandej kemi pas edhe një mik timi, një patriot që e kam kushtu një libër ati, do më e kam dedikue, është Aristidh Kola. Aristidh Kola. I cili deri sa thjeshtë sëreshti spunuari në Athinë, pa kokër frike. Ai 2 drejtimi morë. Në një mbrojtjen e qesë shqiptare, se shqiptarët janë vëllezër,
Ai ka bo luftë me popat grek dhe serb, që cilë thoshin ju, arvanitasit, jeni grek dhe jeni të lidh me neve. Thot, ne jemi të lidh me gjak, dashtëm, nuk dashtëm me shqiptar. Pse e mbron Kosovën, thot, ata janë shqiptar, janë vllazët e mi, gjaku jem. Edhe me pellazgishte, kjo ju bon atina si shkak që e helmun në moshën 54 vjeçare. Profesor, në Iliri, cilat fise kanë dominu që të pjesë ku jetoj bashkë na tash? Po, në Iliri i përmena në ato fise tjera, por fisi kryesor të ne kanë qenë Dardanët. Dardanët. Dhe prandaj kërkesa jonë me uquj Dardani. Po, Dardanët kanë qenë, këta si mbretin e kanë formu ma vonë, se në Dardanin e Aziz Vogël, këtu fillon nga Bardhyli, dikun ka shekulli 4, ndërsa Dardani e Aziz Vogël fillon me Dardanin në shekullin e 14 para Krishtit. Dardani ka qenë i martum me Beatën, apo Batjen, qikën e Teukrit, aja ka dhënë një pjesë në Dardani të mali Idha, dhe kjo ka formu që të një mbretni, dhe kjo ka bo djallë Eriktonin, Eriktoni e ka bo djallë Trojin, Troji ka pas 3 djem, Yllin, Asarakën dhe Ganimetin. Ganimeti vdi qëri, thot e Murzeu, si e qenë parajs, si shqipojnë, ndërsa këtu datë dega Dardane me degen Trojane. Pe Trojanë, pe këtina del Laomedoni, pe Yllit, pe Laomedoni del Priami mbreti i funit Trojan, vija tjetër Asaraku, pe Asarakit është Kapis, pe Kapis është mandej është Ankizeo babaj Eneut. Dhe këtu është dera Dardane, prandaj Eneu ku shkon në Lacium, atje e merr me veti Askanus, djalin me gruan e parë, atje martohet me Lavinin me gruan tjetër, dhe pikërisht edhe Cezari ka thonë se unë jem dera Dardane, për ta quhet Cezari është domon Jul Cezari, po. Ndërsa nga ai 4 gjenerata është Proka, në gjuhën gjermane thotë Proka König der Albaner, Proka mbreti shqiptarëve, hat zwei Söhne gehabt. I ka pas 2 djem, Amilius dhe Nërmitare. E nga kjo vi mandej dalin Romuli, për me që magat, Romuli dhe Remi. Domon dera Dardane. Themelusit e Romës. Po. A sheh krejt këta emra që i thu, për fat mirë, jemi vetë historia, i kemi sot. Po. Në Prishtinë, në Kosovë, gjithandej, Troji, Priam, edhe Priam kam... Prisjam. A? Priam, do në Prisjam. Prisjam. E ka pas Prisjam. Emrin tjetër ka pas Podarkes. Jam Prisi. Edhe Parisi, Bukuroshi që ka dash Zeusi, që ka da qëla pe i përndesha o ma mirë, që ka dënukin se ato tjerë, dhe me luftën e Trojës, edhe ka pas emrin Aleksandr. Mande që knjot në Kong, edhe në përkatune, je bukur si Kassandra. Aja Aleksandra ka qenë motra Parisit, edhe Poliksena Bukuroshe, sikur se Elena Trojës. Poliksena kemi emër, gjithandej të gjënë. Kush na shkriu më shumë? Perandoria romake, pastaj apo bizantine, apo tek në mesjet pastaj? Gjitha nga pak. Ka pak. Kemi shërbi më shumë të hujve së vetit. Kemi shumë perandor ilir. Kemi perandor për shembull që e ka luftu krishterizmin dhe i ka ndjek krishterët, i ka prej, ka Diokleciani. Po kemi perandor ilir Dardan që e ka bë krishterizmin zyrtar Konstantini i Madh. Konstantinopol. Po, themeluesi Konstantinopolit, por domen më të madh në jetë që na ka bën është perandoria osmane. Sepse me përçarjen e shqiptarëve, me provimin e fesë, me dhunë, ka dhe me hatër, po me dhunë, me privilegje, bosh musliman nuk shkon perandoria osmane, nuk shkon ushtar, ki privilegje, për shembull nipi i Lek Dugaxhinit është kryeministër u bë musliman, edhe quhet Ahmet Dugaxhinollu Pasha, Ahmet Dugaxhin Pasha. Dhe Skënderbeu. Po. Skënderbeu e kanë marrë me dhunë ata. Skënderbeu e kanë marrë me dhunë, po pastaj Skënderbe. Po, ja Skënderbeu ka qenë titull. Sikurse titulli i perandorës romake që ka qenë perandor, ndërsa Skënderbeu në gjuhën sultani ja ka lënë emrin Skënderbeu, domthon Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh. Ai nga Apiri, ky nga Apiri, edhe plus këta ka pas me bë mbret me marrëveshje me Gjonin, ka trastu, ja ka helmu djem tjerë. Ky ka shpëtu edhe ky mandej kom zbulu një kronikë arabe në Nürnberg, e cila thot Diveres libe më falë të tham shqip, historia vërtet e princit shqiptar Gjergj Kastriotit, e një dashurie me servilien. Ai autori ka qenë Hamës, Fabel, francez, shpion në
oborën mbretëror të pallatit sultanit, nuk e ka ditë emrin që është Maria, që i ka Gjergj Brankoviçit, ajo të ja ka thonë Brankoviçi grua Sultan Muratit II, me ja liru djemt. Edhe ka qenë mik i ngushtin, edhe Skënderbeu ka liftu një kohë për me shku në varën e ka pengu Gjergj Brankoviçi, dhe ku këthyje ka kallë këtë Serbinë, dhe mund ka liftu edhe me Serbinë, edhe aje ka pengu edhe në betejën e dytë Kosovës. 620 vjet nga lindja e tij po i festojmë ta. Profesorin nderuar, po shkojmë me pak marketing e do të rikthehemi se kemi me fol edhe për çto libra. Profesor, në realitet po bëhen goxha shumë vite, punë shkencore, punë pa fund, të grumbulluara në shumë punime shkencore, ishin pa fund. Me i lexu me radhë, e kam pak ndoshta të vështirë, po kaloj më shumë në këto libra, nuk e di si ti radhis, kemi mi radhit ma mirë, shkojmë kështu. Ilirët, Epirotët, Maqedonët dhe Shqiptarët, Pellazgët, origjina jonë e parë, folëm. I ke përmbledh krejt punimet, apo të kam betë diçka, do t'i plotësosh? Këto dy libra që ki është një komplet enciklopedik me 4 vëllime, me 4 volume, 3000 faqe, 25 vjet punë. Pjesa parë është Pellazgët, origjina jonë e parë, pjesa dytë është Ilirët, Maqedonët, Epirotët, po. Pjesa tretë është Shqiptarët në prandërin osmane, pjesa katërt është Shqipëria dhe shqiptarët në fillim të shekullit 20. Ilirët, Epirotët, Maqedonët dhe Shqiptarët. Që na kanë hyrë Maqedonët që tu? Ka qenë Ilir. Kanë qenë Ilir. Ilir ka qenë, s'ka pas Maqedon. Slavë Maqedon kanë ardhur shumë vonë, slavët kanë ardhur në shekullin e 4 në pjesën e Bavarisë, atje në pjesën e Prusisë, ndërsa në Ballkan kanë ardhur në shekullin e 7. Epiri ose sot e quajtur Shqipëria. Po, kjo është bazuar, qëllimi kryesor i kësaj vepre ka qenë me demantue historinë false të grekëve të ri dhe të popujve tjerë slav, dhe është një hartë e vitit 1601 të një autorit Lorenbergio, i cili e qunë aty Epirus Hodie Vulgo Albania, në gjuhën latine. Shqip i bjen Epiri ose sot quhet Shqipni, po jo Greqi. Qëllimi kryesor i saj ka qenë aty, edhe janë 2 pjesë shtojës, njëna është një dokument që kam zbuluar në vitin 1854, e ka zbuluar faktikisht Dr. Georg Hahn, ai ka vdek, ka pas me botuar, thot është dokument në gjuhën shqipe, dialektit geg, edhe është në shkronjë të panjohura që kondicionohen me gjuhën etruske, me fjalët etruske, dhe vllau i tij, Friedrich Hahn, ka qenë kryetari i Këshillit të prokurorëve të Leipzigut. Atë dokument e ka prunë në Vjenë, e ka dorëzuar me protokoll, dhe thot do t'i dëgohet shqiptarëve që herë do kur ata linguist famshëm po në skem, thot që ta përkthejnë, ta bojnë komplet. E dyti është një artefakt që o gjetë në fshatin tem, këta që e kanë gjetë një farë hyneshë në Franë në 1954 të territoria, e kemi na pe qeramikës në muze. Hyneshë në Franë, e kemi simbol Prishtinës. Një vendasimi, një Sajt Canaj, e kështë gjetë duke livru tokën, mund të e veni ka është një, nuk i thëni si thojnë si farë që me drith që është pej botës, pej qeramikës, që është muze, që aty e ka gjetë pej bronzit, 5.000 vjetë vjetër, e kom marrë në Vjenë, e kom konsultu në Gjermaninë me doasi, thot, ju i thoni hyneshë në front, na nuk i thojmë ashtu, thot, por është e ngjashme me ta, është e vjetër 5.000 vjetë, edhe ta kom dërzu në muzeun kombëtar, bashkë me Ishk Zaven Skërmiq në Ramanaj, me protokoll dhe kom u publiku më vonë. Nuk e pas kelon dhe Belvedere në Vjenë, si kur pash Skënderben. Lumë ti mo i Shqipëri thash, armët e ti kur i pash. Në Belvedere në Vjenë, si kur pash Skënderben. Na infrashëri për armët e Skënderbeut që janë në Belvedere. Shkon Belvedere në jherë? Une nuk konë Belvedere, kanë qenë Belvedere në konaimi, tash në Muzeun Historik Kombëtar të Vjenës, janë në katën e parë në dhomën numër 6. Petin edhe saktë, në na kallëzu që kur shkojmë. Se vjen shumë keq që kom pas fatin, po ja kam saktu detyrë vetës që një ditë ka me vizitue edhe atë. Krejt kjo puna jote shkencore është grumbullu në sa libra te i tash? Në 15. Të gjitha janë pro nacionale të Austrisë. 15 libra. 5 janë në recenzent ndërkombëtar të njohur. Me recenzent ndërkombëtar të njohur. Të gjithë profesor Dr. Poc, profesor Dr. Peter Fischer, profesor Dr. Leopold Daver, njëri drejtori i shkollës tretë,
drejtori i Institutit për Drejtën Kishtare, tjetri profesor i njohur ndërkombëtar për teorinë e së drejtës, shumë i famshëm, tjetri drejtor general i Arkivit Vjenës dhe Arkivit Monarkisë e tjerë e kështu me radhë. Mirë, po qita janë të bindun që qëtë historinë tonë duhet ku të ka libra me shkru dhe me pranu që qështu është. Mi qunë gur themeltar për këtëllimin e historisë. A gur themeltar, të më të thëmë. Aty kemë paratonje. Papa shqiptar, Clemens, i 19, Albani, gjatë punës shkencore, gjatë studimeve në për hulumtimeve në për arkiva në Italit, e gjete këto të dhëna, apo për nga genealogjia e familjes Albani, nga Urbino e Bergamo të Italis. Recenzenti është Universitet Profesor Dr. Poc, shkova në zyrën e ti, thash, kam dokumente se kemi një papë shqiptar, dhe i qesh, i thapsed. Richard Poc. Po, vetëm sa pse është Albani, thash, jo, po kam dokumente, tha, ma gjenë një dokument, kam e ta bërë recenzimin, ja qova 50 dokumenta, dhe kam zbuluar në Rom, pemën genealogjike të familjes shqiptare Albani, dhe quhet në dokumenta Clemens Undecimo Albanus Urbinas, Clementi 11 shqiptari nga Urbino. Dhe aty një pemë genealogjike, në fund është Kruja, Stema Skënderbeut, aty shkruan Mikelaçi albaneze, Mikelaçi shqiptar, ai ka pas 3 djem, Andren e ka pas, Gjergjin dhe Filipin. Për Andren vetëm të Illyricum Sacrum apo Illyria Shenjtë përmendet, ndërsa këta dy Gjergji dhe Filipi përmenden në gjitha dokumentat dhe kanë shkruar me detyra të caktuar ushtarake edhe diplomatike me 1464 dhe mu profesorët austriak dhe gjerman ma kanë pranuar që kom thyer një teori të diplomacisë, se në diplomacia janë 3 faza, faza kasnezve lejmtarve, faza e përfaqësisë diplomatike dhe misione diplomatike apo ambasada. Dhe tash të mësuar në domana atje se Nikodemi është institucioni i parë i përfaqësimit, një person i stacionuar në pallatin mbretëror nga Milano në Firenze, por ka qenë me 1465, ndërsa tash u zbulu që Gjergji dhe Filipi, kapiten Skënderbeut, në kanë shku në Urbino, ka qenë si sot Brukseli, jenë instalu me 1464, një vjet përpara. Dhe tash, do më themeluesi parë i diplomacisë të përfaqësuese janë Gjergji dhe Filipi, kapiten të Skënderbeut. Nga i zorë shqiptar, profesor, është pak... I kënë liber dokumenta latinen, të e në komplet original. Papa Piu, Klementi i pari, 2, 3, 4, 5, 6, ajo të kelmendit tonë? Ata përmenen si Ilir. Por ky pap ka qenë ai i cili nuk ka pranuar të bëhet pap, pa u quajt papa shqiptar. A pa e quajt papa shqiptar? Edhe ky ka me ita dekanta se si pap nuk ka dhënë më bon, gjithë i konklava, thot nuk i kam përgatitit, por Evropa ka ndërhyrë, ka bën një pap të mençën, stabil, i cili e balanson konfliktin austriak dhe francez për Spanjën. Ndërsa ky në vitin 1703 e merr detyrën e parë dhe aty nga ky moment deri në 1721 më shumë ka punuar për shqiptarët, se si kardinal kam lënë dokumentat vjetra, kati komplet Illyricum Sacrum, mandej ja kalon atë Filippo Riceputit me bënë një projekt, ai ka vdekë, i kalon Danilo Frlati dhe Jakob Koletit, 150 historistë 2. Me 1703 ka formu Akademinë Diplomatike ku janë shkollu 12 papë, ka qenë qeveritari i Romës, është i pari që ka bë kopshtet në Romë edhe kanalizimin, por nga aspekti shqiptar kombëtar, vitin 1716 e ka angazhu atë Maria de Leçën me bë gramatikën e parë gjuhën shqipe, e kështu me radhë, pra, ky ka qenë një prej patriotëve më të mëdhenj i cili është përkushtuar tërë jetën për historinë e popullit shqiptar dhe për kombin shqiptar. Profesor, këtë punë shkencore që po e ban, to hulumtime, këto gjëra, i ndërton dal nga dal në formë kumtesa shkencore dhe po themi, se nuk e disi, dhe si të tilla, a i dërgon edhe, i prezenton edhe në për simpoziume, sidomos në gjuhën gjermane se ke problem. Po, jo nuk ka problem, por her pas here po, por më tepër ka qenë për mua që të lë libra vepra, të cilat s'mund mi kundërshtu askush, të cilat ta zbulojnë historinë e vërtetë të popullit shqiptar, që një popull i vjetër, sepse ka dëshmuar Evropa, ka dëshmuar te shekullin e 18, bastardhimin e mon shekullin 19 dhe 20, dhe mu për këtë arsye misioni jam ka qenë kombëtar historik, dhe për këtë arsye tërë pasoninë familjare e kom shpenzuar për këto hulumtime dhe për këto publikime, por nëse më lejon... Po edhe po vazhdon?
Po vazhdoj, Edhe po vazhdon. nëse më lejon mi përmend edhe disa raste që edhe mi kanë botu disa për tyne. Këta me i falendru këta Po, tonë mi falem, po. Kena me ardha aty, se jo marrë të mesjeta. Mirë. Me të pyta, jetu marrë me mesjetën, ke fol në takimin e përbashkët që kishim për më në ardhë në emision, ke thonë se jam të marrë me një periudhë interesante, me Qypërlit që kanë dhonë shumë, Jo, ka qenë me Qypërlit si e marrë unë, por ma kanë imponu me marrë doktoratën e dytë, të cilën më kanë pengue një historian nga Vjena që kanë bën këta në antarë të akademinës, sepse për komarën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe ai ka qenë kryetari i komisionit dhe është sot, dhe kanë bën antar të akademisë, që është një slavist, dhe thotë se historinë e Skënderbeut unë e përmeni shpjegoj me interpretime. Dhe e dyta, një gabim tjetër që e kom vrejt të ai, po ashtu që është teori serbe se shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë janë ndryshëm. Kështu ka thonë edhe Serbia dhe Miloševići albanë si shqiptari. një shqiptari. Dhe kështu që historia e mesjetës është pak më e errët, unë e kam bën në pikat gjata, por në themel, në esens është periudhë gjatë, 2000 para Krishtit dhe 2000 mas Krishtit, Janë goxha këtë shumë. pika s'ku mujt një prek, por Nuk jemi të rëshumër, profesor. Shkojnë Sarand, krejtë e shoh vetën aty. po ata një këtë Evropa Shkojnë Bajgor, krejtë e shoh vetën aty. Nuk jena të kush rrot ka rëshumër. vetëm njerëz të cilët nuk kanë tru ose janë të shitun. Duhet shumë kurajo, shumë punë, shumë përkushtim, po edhe mbështetje. Atë kam mbështet një kush këtë punë. Unë e kam qëtu një listë për mësme arru, disa, kam do falëndërime, janë në 3 drejtime, të cilët unë nuk kam kërku. E kom një familjare, e kom që një ullëmtime. Nuk kam shku për doktorat as për kur gjë. Por nuk kam qara pa i përmen, që para disa kohë më ka ftu një doktor Simon Puta, 5 herë, i kam marrë një delegacion, dhe thaun du më të adhuru në borën të më durs një plac, një dëllim. Zisha shkon dëllimi, ishte dhetari. Mandej është një patriot i që ka qenë ndjekën politikisht dhe ka ikë në Zvicër, është vllau i Ibrahim Shalës, zëdhën së FSK-s, është Osman Shala, i cili më ka thirë eja urgent në Suare, ku shkova shkakorisht ta, unë ta kom bën gati që dokument e kom përthyjnë katasër dhe këtë në nshkryje 7 ari trull të e ki për historinë kombëtare, për angazhimin tanë, shtetit s'ka një mu, i ki të gojë dëllosit, më ka përthyjë. Pjesa e dytë, botimi domon financiar. Do të me falendru presidentin historik Kosovës, doktor Ivan Mërgovën, i cili botimin e parë të librit Papa Albani ma ka financuar. Mandej Ismail Shurdaj, është një farmacist, e ka një ekip, një depo të farmacisë bashkë me një Gjerman, edhe një profesor doktor, ai e ka financuar librin botimin e dytë të Papa Albanit. Këta kanë qenë Ismail Shurdaj, profesor doktor Shejf Kasniqi, edhe Christian Ervin, nga Austria. Pastaj një botim të parë të Pelazgë ma ka botuar Sabrina Vosella. A Sabriu? Mandej Mohamed Hasani mi ka botu 2 botime, Pelazgët botimin e dytë, 8.000 euro. Kjo është shok i Zahir Pajezitit, e ka marruat Shqiponin Podrjell 20.000 euro, dhe si vullnetar, si sponsor, ma ka investu librin historik 4 vëllime me 16.000 euro. Dhe unë e falenderoj. Pastaj këta, domon ka qenë edhe pastaj është një avokat nga Shqipëria në Vjenë, kishte shku 5 vjeçar atje, tash avokat shumë i zoti, ai mi ka qu një ndihmë, ndoshta keqja me përmend, me $3.000 më ka financuar disa dekorime, disa po, është Ervin Tinaj. Ervin Tinaj. Shumë patër, thotë, kudo që t'jesh, për ndaj botim lajmëror tonë, ishte shumë i zjarrt, shumë intelektual i madh, shumë patriot dhe falenderoj. Mandej një Hamës Ladroci është, i cili po ashtu më ka ndihmuar në 2 botime. Doktor Stefan Pinguli është drejtor kryetar presidenti i Akademisë Alternative me Sazangur në Shqipëri, e ka hotelin Stella dhe birën Stella, ma ka botuar librin Epirus Hodje Vulga Albania me 8.000 euro, dhe të tjerë, prandaj gjithsej botimet, do më tjera një 10-11 i kam botu vetë me mjete financiare, hulumtimet arkivore vetë, licencat vetë, e kështë mëra, po du të tash edhe segmentin tretë, po dalë pak të një segment shumë shkurt, unë kam pas një sfidë të madhe, jam djegë në kam pas 4 operacione, do të me falendru një doktor Aram Gashanin, kardiolog vaskular. Aram Gashanin, unë e doktorat i duar të rëkas fort, se vetë jam doktor e i du shumë. Ndërsa në Austri, operacionet tjera që kanë kry me sukses,
edhe 3 tjera ka qenë doktor Maho, krye mjek i spitalit kryesor Allgemeines Krankenhaus, do të thonë spitali i përgjithshëm në Vjenë, edhe mjekja familjare që kujdeset që 16 muaj dhe mi ka shëruar gjitha plagët është doktor Monika Sainga, e cila çdo 2 ditë ma ka interesu ndrrimin e plagëve e këtjera tjera, edhe e kom përmend të dytë, i kom përmend libër, dhe janë befasue se çfarë intelektuali kanë librat në zyret e tyre, edhe e kom qu me një muzikë klasike të gjithë ata, kështu që kam lënë një përshtypje jashtëzakonisht mirë, më shumë mbas për shqiptar se për vetën e kom kry punën, por janë befasue se si një intelektual i tillë, ja kom paguar edhe karrocën me kual që në Vjenë ka një orë shëtitje dhe janë befasue me kulturën tonë. Si quhet ky prishtinasi ynë që po ashtu të ka thonë bjerin koncert këta miqtë tu, ma thea ditë. Po, kjo është, se harrova me përmend, kjo është Adrian Fejzullahu nga Prishtina, në Vjenë ka një më shumë, mi ka qenë koncert, do me një vlerë ka shpenzu me 1.000 euro për biletë të koncert të muzikës klasike. E po bukur shumë, profesor. Po shteti kështu, atë kam shteta, ta kam shtet. Asë një cent. Asë një cent, kam qitë të kesh... A të shirku dhe i here? Kam konkurru në Ministrinë e Arsimit dhe të Fëmijës e jashtme. Leresh muj na me thonë veç ta kam shtet. Nuk kam shtet heq. Si dush thuj, por kryesor është që... Po ka një gjatë bukur në këtë mes. Ju jeni dekorun nga presidenti e Republikës Shqipërisë, që është, mendoj që është gjë e ma bukur që të ka ndodhur në jetë. Në vitin 2018, 2 shoqata të Austrisë dhe 2 Gjermanisë kanë bërë kërkesë te presidenti i atëhershëm, më dekoru me titullin kalorës i orën Skënderbeut, që në Kosovë nuk derisa më dekoruan atëherë vitin 2023, nuk është dekoruar askush, por kanë bërë kërkesë edhe 2 institute, 2 qytete e tjera dhe janë dekoruar me titullin kalorës i orën Skënderbeut. Pastaj në Fushars është që e du shumë Fusharsin, për këto arsye nëni që e kanë bërë një monument që ka qenë një tragjedi që në zanëzët tonë, për me pa Shqipërinë amë, për mërëmit matorës, se në myrë të tje, e kanë bërë një mauzolem aty, e kanë bërë një mauzolem një Dod Luli, e kam si vëlla, shumë mbështetësimi, është ka pas raport mirë me kryetarin e bashkisë Frantucin dhe e kanë dërguar memorialin e qeverisë partë Kimzës. Një vjet para pavarësisë e kanë shpallë ata, por të rëndësishme që një Arbresh i cili ka qenë patriot i madh, ai është ekzekutuar nga regjimi i Enver Hoxhës në vitin 45-46 dhe së fundi më ka dekoruar me qytetar nderi edhe Puka nga Shqipëria që ka qenë një Puka Migjenit. Puka Migjenit dhe iniciativën për Puka ka qenë një Lodovik Hasani, i cili është deputet i Parlamentit shqiptar dhe unë kam qenë dhe jam i dekoruar 3 herë në Shqipëri dhe një iniciativë tjetër s'po përmeni, por Shqipëria mu personalisht më ka dalë hak në gjitha. Profesor, keshi tokë, ka rrezik edhe qëto që ti kanë thonë që i shetë për këtë shërbim. Kjo zonja juaj nuk e ka pas let me juve? Aja ka një merit madh. Sa të ka suportu? Aja ka një merit madh. Sa të kam shtetë se më ke thonë që është suporti. Me alegori më tha që thuj sa është në mbështetja, Lor. Një me Lor që ke kalu në provim të profesori, se që tash tha, unë e ku pas studente. Pas fatin me pas. Çfarë notet ka thonë? Prov të regote? A unë? Jo, tha nuk e di, dishin një notë mirë. Unë nuk dashta me të regu aty. A vjetëse? Unë nuk dashta me të regu me ka pasjen, por ka qenë një të studentë më të mira. Më ka marrë shumë në universitete. Mos e lavdo se i rritet menja tëna i tu s'ka që e qetë në vijë. Po nuk ka, unë s'kam punë mo, kur gjo. Jo, na du me thonë vetëm një gjë për profen. Ka qenë një prej profesorëve më të mirë dhe që të gjithë studentëve na ka shëndru në vesh, na bune për veti, me ndëgju ata që ka na tha sikur sonte në emision. Sikur se sonte. Po. Që i gjithë spektatori e telespektatori janë si e vesh për këto gjara tepër të bukura që po na i thot profesori. Edhe unë i sugjeroj profesorit, tash ka mundësi, s'ka nevojë me prit as në televizion, anej se na i kemi ato tonat. Është YouTube-a profesor, qete telefonin edhe foli telefonit edhe të t'ishte gjë shumë e bukur si ore e pare, 2, 3, 4 e historisë. Po vazhdoj të shoqja që më pyete. Jo, po kthehemi, nuk leo me harru. Na sa bukur që të harron. Unë harroj. Ata në Shqipëri kom pa me një emision thot tangos mund të kthejë një njeri, pa qenë 2 vetë.
E dyta, ajo ka merit më të madhe për mua sepse ajo përkujdes për fëmijë. Unë një vepra ja kam kushtuar asajna, edhe ka qenë domon, edhe pse ka qenë kushtu zonjes vepër? vepra është Pellazgët, po i dedikimi është. Ai dedikohet asaj. Dedikohet asaj. Edhe si quhet? Po Pellazg botimi i dytë. Po, gruaja si quhet? Kada Maloku Zenelaj. Kada Maloku Zenelaj. Ne ka bërë 6 fëmijë të dokum, e kam gjithë shkollum, 6 njomzëm fëmijë. e ka një firmë të vetën, Adelina kirurge e dhomëve me 2 specializime në Gjermani, Hajria dhe Dionisi janë arsimtarët gjermanëve, kanë shtëpi të veta, edhe djemtë i kam në bashkinë Banesa që për në zyre, binesh materia ta sfidojmë A martuar. binesh i bonën më në fund, e? Gruaja i boni, po. Ajo i boni. Po. Po, veç bashkë keni godit. Po natyrisht. Natyrisht. Zoja e nderuar, zonja Kad, na të duhet të klasim e të përqafojmë prej këtu se tjetër s'kemi mundësi. Jetë falenderojmë që Kozashtiru konë me i qëndrush, nuk krejt parë të këtë senet, tu këthy vone, tu këthy nejheri nervozume, i mërzitur e kështu. Shumë herë jashtë shtëpisë. Ha? Shumë herë në teren. Shumë herë në teren, shumë herë në jashtë Kosovë, shtëpisë. në arkive, këtë jetën. Për atë arsye e kom falenderuar në libër, dhe natyrisht secili libër i dedikohet nga një fëmijës tim, me dedikim, e një pa mesët është i kem bë plot. Po ju vetë sa fëmijë të baba, të prindve tu i keni qenë? Na kemi qenë Edhe jeni? Nëna ime ka pas 14 lindje. 14 lindje. Gjithë vetëm 6 i kanë jetuar, gjithë i kanë 10 moshën 5 vjeçare, 6, 7, jeta vështirë. Ka qenë një shotë e gali. 14 fëmijë. Kemi qenë 4 vëllezër e 2 motra. 2 vëllezër kanë ndru jetë, më i madhi në moshën më 3, 46 vjeçare është humbi jetën në Gjermani, ndërmjetari. Ky tjetri para 1 vjet e gjys ka ndru jetë 5 muaj sëran. Unë ata e falenderoj se më së pasen ata më kanë shkollu deri në Prishtinë, deri në mesatorë. Kanë shkollu, të kanë përgatitur, të Ata kanë ndihmuar, kanë të dhënë kanë gjithçka shtetë. për mua, për vëllazën, edhe për fëmijën e tyre. Domthon Chelsea i suksesit tem ka qenë ana financiare, ndërsa gërbeti tyre që më dhëm akoma për jetën e tyre që nuk kanë kënaqur me fëmijën e vet. E që i duar për kasën shumë. Profesorin Derum, çka ke në plan? Çka jetu botash? Çka do të bësh? Unë në plan tash më thon drejtën jem të punu që sa kohë jem të punu për një enciklopedi, një komplet me 5 vëllime, e cili do të del ndoshta vitin tjetër e përgatiti komplet, tash te një 70% kam ardhur, është personalitetet më të njohura ndërkombëtare nga radhë e popullit shqiptar i Ilio Pellazg. Kom fillu prej Likaonit, prej Dardanit, kom fillu prej Akilit, Agamemnonit, Aleksandrit Madh, Aleksandrit Mollas, Piros 1, Piros 2, mandej mandej te Konstantini i Madh, Justiniani i parë, Justiniani i dytë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Papa Albani, generali kryesor i Habsburgëve Gjergj Dhimitër Basta, që ka qenë me 1596 generali i Habsburgëve, guvernator i Hungarisë, që është quajtur Siebenbürgen, pjesa veriore, edhe i vllahis apo Rumanisë sotme, dhe teoria e tij e kalorësisë është mësuar deri në Amerikë shekullin 17. Mandej te pjesa tjetër e kemi Gjergj Karl Gegen, Karl Anton Gaspar Gega, inxhinieri i madh, I krejt tuneleve të. ai quhet gjeniu i Hekurov në Austri. Mandej kam familjen Vesh një vend që i ka lujt, është mërzit shumë, edhe ka kalu në depresion, ha? Që i ka lujt unë për dokumenta për shoh, në shumicën e dokumenta thotë ka vdek për pneumonisë. a pneumonisë. Po, por në dokumenta sekrete thotë se ka bërë vetvrasje nga depresioni sepse I ka lujt 1 metër. jo thosh për ato. Ajo? Ja, ato në folin thashë unë. Arsyeja kryesore ka qenë ai nivelet më të larta, dhe titull më të lartë kalors i perandorisë, Reiter e ka marrë, dhe treni i parë për Itali, perandori ka hyrë me të aty, me perandoreshën, por kur me ndryshimin e kohës, mandej e kanë shuat ministri, e kanë bërë private, e kanë deprimuar, ka shkuar në Hungari me disa punë tjera më marr, dhe nga ky deprimim që ka në zero, ka bën Ka vetvrasje. bëvë vrasjen. Mandej e kemi, më falë si po them, e kemi edhe dinastin shqiptare në Egjipt me Metaliut, që e ka sunduar Egjiptin Mehmet Ali Pasha, Mehmet Ali Pasha nga Kavalla, që e krijon i shtetin cili e me mund qytet modern e Egjiptin. mund Napoleon Bonaparte e prezant nga Egjipti, dhe mandej shpall luftë sultani, edhe ky e mund edhe sultanin pak pa u bë mbret, aty sultan, kishte pas plan, ka pëlqyer kjo pjesë që edhe Shqipnin me bëni shtet autonom në kuadrat perëndisë osmane, qohet Evropa 5 shtete, i ndihmojnë sultanit, e dojnë një sultan jo të fortë, po të dobët, dhe ja shkatërrojnë këtë flotën, e lënë vetëm se e lënë si zavens mbret,
Zavend Sultan, edhe Cadillac në Egjipt, edhe 150 vjeç familja ti ka sënë të e mbreti Faruk. Mande kemi Ali Pasha Tepelenin, mande të koha e re, gjysma e parë shekullit të 20, është fillon me Ismail Kemal Bey Vlorën, babën e pavarësisë, por jo babën e komit, se baba i komit është Gjergj Kastrioti, por baba i pavarësisë Shqipënisë, ajo Shqipëni që ishte, ato mundësi që ishin, pastaj e vazhdoi me gjeniun e teatrit, Aleksandr Mojsiun, i cili ka qenë personaliteti më i madh sa që ka pas dëshirë edhe Charlie Chaplini mu taku me te, ka qenë Charlie Chaplini së 2 vjeçar, janë taku 2 herë me te, ka qenë i famshëm, ka në tonë botën, ka në aktim, edhe është miqësu edhe në Rusi me vajzën e Tolstojt, Tanjen, dhe sot në Mozole, nëse shka dikush në Moskë, kërë dëkur, aje ka lutë rolin e Fegjes të kufoma gjallë e Tolstojt, me një mantil, 100 herë, dhe ku kanë dëgju ata, kanë marrë kryetari i Bashkisë Moskës edhe i Mozolemit, me vizitu një zyrtare, kjo e ka dërzu paltën e vetë, mantilën e vetë, në atë Mozole, sot dhe ditë kër shkon në Moskë, ekziston aty, është gjeni që jenë shku dhe dëmë vepra për te, vim me Ahmet Zogun, dhe e ke futa Ahmet Zogun aty? Po, përfundon 1939. Shteti shqiptare Ahmet Zogun, i cili nuk më del mu. Pse veç të interesonon të në kjo ardha? Nuk më hinë pjesën bashkërore. Anë këtë pjesën tjetër se... Jo, së është del diçka të në problematik. Na i Unë kam qenë pak, jo për ata, unë kam qenë në Shqipni, e kom pa në arkivin qendror shtetit, ka qash falsifikime, qash krime ka bë komunizmi, qash që personet që janë gjallë, ose janë betetyne, ose, dhe nuk du me bo luftë civile, me bo kësi, për aty e kom mbyll. Aty e mbyll, 39-ën. S'ka të përsosën gjithë shka. Profesorin Dërum, shumë falimderit që na i edhe sonte, ishte knaqime të pas musafirë. Falimderit shumë për ftesën. E kemi lanë edhe herën e kalume. Çka të vazhdojmë, një ditë do të shihemi prapë këtu. Unë kam qenë kolegi këngës me ju, edhe pse jeni shumë më i ri se unë. Me Mihrin e kemi pas 2 emisione, ju pa unë njoh me te në hitet e javës, me Mazlon Mezinin, me të tjerë, edhe motrën e Mihrisë kom pas kënaqësi me pas studentët më të mirë në Mitrovic, edhe unë ju përgëzoj për emisionin, për elanin që e keni, edhe që hapësirin që jepet të gjithë me pa dallim, dhe aftësinë, organizimin, sensin, humorin, erudicionin që e keni, edhe ju përgëzoj suksesin të armën. Profesor, faleminderit. S'do të vdesë të pras, s'do të vdesë të pras, s'do të vdesë të pras. Prese ti një dit të kthesh për sëri, e të hidhem për qapim sërish si dikur, kur më toshe më premtoje zot të ikësh kur. S'do të vdesë të vres që të vish, e të put e të pusi për her, ajo dit kur të vish, zemrën time do t'jet veç prande. S'do të vdesë të vres që të vish, e të put e të pusi për her, ajo dit kur të vish, zemrën time do t'jet veç prande. Gjithkush le ta di, unë s'kam frik nga dashuria, jetoj veç për ty, do të ecja dhe mbigjem pa për ty dashuri. S'do të vdesë të pres që të vish, e të put e të pusi për her, ajo dit kur të vish, zemrën time do t'jet veç prande. S'do të vdesë të pres që të vish, e të put e të pusi për her, ajo dit kur të vish, zemrën time do t'jet veç prande. S'do të vdesë të pres,
Një stil interesant, I veçant. Jom të pregatit për deti. A? Për deti. E me qëropa? Hugo, bës jam vetë. Jom të pregatit për deti, veç edhe porës dhe një ndjerë. A veç edhe porët, a? Pa kreti këmbo, me qadër, me krejt. krejt. Edhe porës. Disponimin e ki, senet. Disponimin tëp. Ju në pasuru televizionet tona me programe. Pse? Seriali më I ri, Parlamenti. Gjdo 2 ditë, seancë. Një duar trafitja në male. Po, dëni me lo me bob, asë mës me bu humër, s'kini be nevoj me bu humër, ata po bujnë humër. Ati është. Fillon seanca, për shëndetje, apo bleni, apo gatuni. Ajo! Vëm dërën, dikush blen, dikush gatun. Këta që pa abstenujnë, këta s'po gatujnë, jo këta po gatujnë s'po blejnë. Ata tjertë po blejnë. Po blejnë. Dë tjerë që janë ma pakic, ata blejnë vish ku ka parking edhe wireless. Mëre, bob. Edhe më kanë bërë thibë për ka dhe drejnë. Po në kanë thibre na em. Apo? Pa lopes janë të mujtë më morë vesh. Marun, na em. Interesant, a? U knaqen atje me ditja për hetë. A kenine I herën jetë. Na dojna më marrë vesh, vesh kur s'kina më marrë vesh. Se na kur s'bohmi me këta. Këta nuk bohmi kur me ata. A porët kitë me një vend për morin? Jetën tonë peng. O, jetë popsha në gazetë në faqen 28. Të rrinë VIP. Të ka porët. Ma VIP jënë këta në parlament, se artistat në festival. O, s'diskutohet. O, Bobi traktorit, Bobi ka dhezë në parlament. Po qa me bo? Ta shlujnë që keme neve. A ki fjallin për qato që... Këtë që si më në Ne përzive, na fute. I kena qitë kom të avëllin në gepë se veç pikëshyrëm. O, zët, jetë o knaqen. Na em. Edhe mu kam bë thido. Që pe morin mikrofonin, një mikrofon për blini që në 70 herë. Po dolin në aeroport për mingucin diasporën. Po. Ata diaspora po vim për Gjermanis, këta po dolin. Për shëndetje, sa kini me nejt, qka I ke ble gruzë dhe rot. Kur pianisa, ja kom ble një dhe rot 6.000 franga një qantë. Aja gruja, dhërëja kom ble! Gjina, Bob. Kyka as gazetor nuk është, që ka blinë një mikrofon për pëtolin për morin një intervista dhe ka munuar e plani të orda dhe. Hytë gjime me shku me nguc. Edhe, a I theke unë jem që 20 vjeti martum, a ky I ashtu quajtër I gazetor theke këtë qift të njët që 25 vjetëne. Po I ka një të maherët? Jo, najem, po kja si tipi fëlleran, që ja galis me marun a I varvile në katën, a pëdet, e thëtë një afshes një varvile në katën, që të, ju bëj këjshi me filonin, Vila Bob nuk lyp këjshi. Vila e lyp vetë, Bob, që atë edhe o kryri. Këjshi një kim Prishtin? Po. Më thiri një farë biznesmeni në telefon. Mirë bal. I katunit. Tha, Bob, ka je? Tha, është në Prishtin. A mujna mu taku në restoran, në taros dikën, tha dhe morë pa telefona se kam një muhabet me ty. Konspiracioni thellë. Pa telefon me orë në taros, zotë ajre buft. Shkuva ulan të aros një varë fryme, thash po imre në nëjmë. Kur erdhaj, o bës tap se së më pritën të aros. Thash o bës ke frymë, e fjallë ti me rera, ma mirë ne për rrim rena. Rrim fjallë të në vend këtu me neve. Ju, a I merë që, tham rena, tha I merë fjallë kamera. Valla dhe I merë. Kërë këmë që krysh, të një shton kamera. Thash për na drëgë si jem të bojt bre burë, thash ata me posë me bojt drëgë, na shkujmë këpë zëlegjek. Sa ta që punojnë me malë, ata shkojnë kopë zëlegjek. Se? Me full malet. Sa të kofës nuk fullin, që një një elefanti, që aty këtë në nëjmave, kuptën. Edhe, thash në malë s'kena me bojtë, ja, be doshta me dveta, se dhe njëm talent, po du mu bo artist, tha, në ashta të dyve në dënë kamera. Thash kamera në dënë të dyve. Thash, po të jasë me kobla në gdhezë. Seriozisht, do asë me kobla në gdhezë. Thash, jetën e kitë mirë atje në katën, jeta është e mirë, ojri postën. Businessman. Desa të bëj shport me bleni banesë në Prishtinë. Sa në apet, sa për të morë në Prishtinë me etu. Po. Në betë gjitha, ti thash sa ke mjellë në kry, me pas mjellë që të 3 vjetë e fundit, tukën, ma shumë ta këshim pa ojrin të shpia sa të kime që ke mjellë në fljuk. Rëzdesh në em. Kujna pja qëtë këto, mos pja qëtë pak 2 vetëve që tu. Jo, këtë 2 e kanë 2 vetat. Edhe që a I pagujta, kofë të du të 3 herë. 2 kofe 3 herë. Sume I tjetër se më bob. Une, Gjevoti, vloj Gjevotit edhe Rimi. Dojna me shku më regjistru në bibliotek, bob.
Mirë, po. O mo ju me ledzu. Po, që kam me bo? Vesh me morë kartelin e bibliotekës, e me shku me pi kafët ka 70 cent, po. Aj! Vallaj nuk nisha me nej parë një porë herë. A, se shku në Gjermani? Unë pas me shku, për anullova. Se anullove? Tash t'ju shkabrel herë që të tesi se pa mërzit në atje s'përrijet pasha. A po, a? Po tybe. Pse po mërzitësh? Po s'përrijet atje, puna, sa pun më bëra hatë kur me bo pare. Qa jetu punu, po ti je piktor, ti je artist, ti je... Këtë atë zanatës sen s'këshin pas vyheq. Sa pare dhe kom vëllo, krye pikturën, më theke baban, hangsh buk, theke ti pishin e vijam, unë theke hangsh amut me kapuq. Edhe kur, vallaj, një shkend, që pikturë se këtë. Jo, a? Ja, krimit, herë po mjef ti pare, herë s'po mjef, ja nej, asi sent kur heq. Ja risa në bashkë të jam Gjermani, po pas në daj që bëshirë, që me hangë goga. Dikur. Tajt po zoti, për ta që t'ke riskin. Shka s'kum punu, bre. Po, a? Se, qëre, bargjysh jam kish pas bo be rajshëm, edhe kish pas vrojgjën me pare. E thoj pe angshin nipat, stërnipat, kur s'na ka hecë morë. E prova ne, së në bëjsha pare, para me do kum morë piktu i qenë që isha në Gjermani, është që isha Gjermon kam. Po, a? Se daj ke najem. A jo, a? Që ta shkom ronë profesion temin.
Ta s'ka të zëjqi. Qashtu, hajt. Qesha qenë për Gjermani se Gjermon ka të edin. Martohen një fmi ose heq. Tash është dalë moda heq po dojnë fmi. Jo. Fmi po dojnë da, po burës po dojnë. Kosovë se di janë që shto. E ta shkati. Gjermani po, që. Ishtë dalë na e një farligji, po edhe në Kosovë, po ja bojnë që ashtu valohet. Jo. Po ashtu, vish pi morin mas që të jetin në Zvicër, tak si t'ja bani fmi, raus, për jashtë po jetojnë si beg. Tash në Gjermani se di sa jemi teknologi. Se jeti me teknologi kjo shlek, po se di sa mervesh. Ishtë dalë na e me bon fmi, me anë të, me realizu shtatë zanin, po flas pak se kjo me gramatik, me anë të injekcionit. Në po kalinë. Dënë me pos lipët, dënë me pos zura të me të abon langa të kryt, Me të ku realizoj ke shtatë zania me onë të injekcionit. Po, in vitro Na po qanë. ka e këti të rokit këto. Ja. E më nëjmë, po se kom Qati dyndën po e. jep në kësia Po ja ta shka zëj, një farë turkje kam jaran. Po? Ata përshëndes. Po? Qetër përshëndes se kam jaran. Hajrolla abi, cëlla po shkën. Nasë sëmës e mësënës, jërëdën më, ben naim, lebir belik të im, sana sadigje, selam vër me kistërdik. Qka thamëre? E përshëndeta naim se kam jaran. Po, i një këm po. Qoj, pas kem su do fjalla? Nuk punoj ke turkesh, mu ste që të veshën vesh, por e lam, shka o bombre. Ha? Tha ti Kosovës, tash po, tha hajde mas meje. Ishtë një farë... Një njërë të kështejke. Por e kom kujtos që edhe Ej, ki kontakt me gropa, jo, atë ishtë takuna me tua, jo. Po po stishë në ordinancën vetë, ata vë kom shtu, thash Kosova Albana, thash jam në Kosovës. Kur i thash Kosovar, tha bashkë që si po mirë. racë e mirë. So fmi, tha e një familjaresht, thash 13, thash gjallë. Bo, edhe dhe i kanë dek lindje, tha ti po mirë. Mi kanë bo analizat, mi morën mosat, tha pikobella koke. Ha? So kushtan, tha 1.000 euro. Na em, thash e në nshkrujt ato. Pe mershe, vish s'kishe drejt me po fmin. Jo, ha? Me dit ku po, për shemën cëllin territor, për shemën dërë mi shit Minhen, po ne kom bo krejt Nürnberg. Ha? Po moj mëtë një 200 kom shit dhe i tash 2000... Pat moj s'kan milion. Ja, po t'ka dzej 2035, aty gjitha Nürnberget është e jamja. Mirë. Edhe moje me shka përtha, mas 10 vjetë e kanë mjallu emni, tha një logjës, kalem baba. Kalem baba. Se po më shojnë tipo, Jo, s'ko ke mirë me mente. 200, Su konkord. 200 shite i kom bo. Ka 1 euro në konto me ta qit, 200 euro. Ka 2 euro në kontrata bohën. Nja se din të kuna janë, Po? po Bob si a qesin. automatikisht me shtet. Kalem baba veç ohoho. Jo, valoj, bashkë. Ma pruni vëtë me popore të bo. Ku keshtu kazu? Po mjetë marak na e veç me ditën, soj kam qika sot jem, se kështu s'pa manin fërta dhe. Veç më sarra se qëre, po thujnë është pare e letë, na e veç valoj sfitu e dinori kalaj. Jo, ha? Edhe në qëtash, E ki fjallën euro sa ati Euro. ale me dinara? që nja 2-3 muj miri, edhe më ka pak për mërzitla. Hajt, kalzojnë veç një E sen. vjadi edhe më shumë nëj. E vlodi. Miria, një e ka 2 omës në populatorin, ka një, ka në 200, pa i po kur. Qëra, une e kom ditë që nuk je bash mirë me men, veç që për një me je. Je Po e që tranue. tash më po pore. I trantë nuk e Apo, kom ditë. Valoj që është po bëjshin porët. Deve se, kështu, me gjithatë, kalzo që je më lerë shumë i mirë, kështu. Më lërë, me më gjyë, shtu me lyja, a piktur, për dhe me thonë. Piktur. A po, është ka thaja shura theft, Ha. aja grimera, që pëtëm Ha. kofe. Që? Kuku non, kalemi tha, ka gëldisht nuk ka puls, më martu me mu. Në menë shu, hej. 200 fëmimi disë në Nürnbergu. Edhe 200 pritet edhe në vitin ashtë. Aja dhe ke s'ka puls. Haj, kuku për mu. Eshta me të vetë miri. Për që ta jo morë, u kthejva, thash pore. qa A mu në trona. më shuë, një 2 javë ditë, Gjermani ta marë. Hajtej. Ne kemi kaluar në momente promocionale. Zonja Zëtri, ajo është njëri që absolutisht premton shumë, do të vinë vazhdim për të promovuar këngën e tij, për ju, për ne, për të gjithë, Rejan Hasaj. Hajde. Hajde Rejan, mirë Rejan. E Rejan, mirë.
Qeta, Si jere janë? mirë falenderit jo. Ja, liri, e bukurosh. Kur ja ke fillu Faleminderit. të merresh me muzikë? Me muzikë ja kom nis prej vitit 2020-s. 2020. Po, Do më thonë rishtas. gradualisht, ka dal, Ka hopa dal. sigurt, ka dal. Po dikush nga familja jote ma herët ka Jo. muziku? Jo? I Vete vetëm- Nisa, I vetëm Nisa. Po bukur shumë. Nga dashuria për këngën hip-hop, R&B, rap, ku, këtu? R&B, Talava, më shumë këto dyja i preferoj. A dhe të lava? Talava e tanë. E do t'a golli mo hajde! Bukur shumë. Për ndonjë instrument e ke mësu? Jo, Jo. për Veç përshëndime, kështu. veç kanë. Instrument goja? Po, instrument goja. Ndëgjën veshi? Ndëgjën E po veshe. bukur shumë. Ke bo shumë këngë deri tani? Kun bo 7 projekte, tire tane, 7 projekte? 7 projekte. Oh! Po kush janë bashkëpunëtor tu? Punoj me shumë, është punoj me njëri kryesor që punoj vazhdimisht me ta është Elian Krasniqe. Tekstet i shkruan vetë? Jo, A me me bashkëpunim? producentat qatë. Po, e keni ndonjë producent kështu me emër? Me Që po emër. përshëndesim? Apo me disa? Me disa, Me disa. s'moj me caktu vetëm një, se Po. punoj me shumë studio. Edhe mos t'ju him hak, se të po. me shumë për mene muë e Po. këtu. E po bukur. Qa po promovim sonte? Sonte një këngë 3, temën original, zëllën e këmë bo frek tashte, e raport që për baj këto. A, do më thonë për herë parë po promovojmë Për herë, këtu. po. Temen, qëfar teme kemi brenda kështu nej? Jo, s'ta bëj halal, teme dashurijës, s'ta bëj halal që kjo. Pse s'ja ban halal, me bëmë të... A se ka mojtë fjallën njëse? Jo, se kam majtë. A se ka mojtë, a? E po bukur shumë. Ku se ka shku tekstin? Unë shmirë kitë Elian Krasniqe. A të gjitha Elioni Të ka gjitha bon. unë mirë E po me bukur shumë. Qa kemi aty nej? Hip-hop, R&B edhe? Edhe pak ritëm, a? Pak rritëm, pak anej, ketë ka pak. 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 Kejt ka pak. Ketë ka pak. Po që kjo Kejt ka pak, më duket është bën një emision Kejt ka pak, pesho. Kështu tashi, mos t'i hynë hak, nuk e din cilin televizion. S'ka rëndësi, kryesor janë i reklam ja bom. Po. Edhe, po t'alëm skenën, kemi me t'i dhonë dorë trekitjet e botës, edhe Faleminderit duke shumë. dëshiru gjithë të mirat në jetë, e suksese në botën e këngës, aty ku Faleminderit qenë shumë. ke dashuru. Në qa e dashuru ma përpara, në atë vajzën në këngë? Jo, në muzikë ma shumë. Anë muzik ma përpara. E po mirë, hala po guxon me kallëzu, se me konë ajo me të nije pastaj. Ja, sumnin. E ka kuptua, E ka kuptu. E, po... Rejan, të me talën shkene. Qështë si Rejan Hasaj. Në një emër kështu, Jo. diçka artistik, jo. Rejan Hosaj. Rejan Hasaj. Po. Rejan Hasaj. Skena për ty. Faleminderit shumë. E ty jo s'ta bëj halal, nuk po me gabu, nuk po nda shni, veç për me nëndu. Jo s'ta bëj halal, nuk e meriton, s'dite me vlerësu, djallin që të don. E ty jo s'ta bëj halal, nuk po me gabu, nuk po nda shni, veç për me nëndu. Jo s'ta bëj halal, nuk e meriton, s'dite me vlerësu, djallin që të don. A ke fol në her me vitën, a e ke menu që me mu ke gabu, A e dinë sa t'këm da, sa t'këm vlerësu, jo s'ja dit e vlerën, s'du tash falje me m'kërku. Beson, ko mungon, netët kur na falshim deri vat, tregon, ma t'mungoj, përveç të jetë jetër zashuroj. E ty jo s'ta bëj halal, nuk ko me gabu, nuk ko nda shni, veç për me nëndu. Jo s'ta bëj halal, nuk e meriton, s'dite me vlerësu, djallin që të don. E ty jo s'ta bëj halal, nuk ko me gabu, nuk ko nda shni, veç për me nëndu. Jo s'ta bëj halal, nuk e meriton, s'dite me vlerësu, djallin që të don.
ashtu, shkojmë këtu afër. Kjo është Viki, kjo është Lora. Faleminderit shumë. Edhe, qa me të thanë më rejan, për sonte ishte kjo e tëra. Faleminderit shumë për ju. Ju pleni mirë, e ndroni bukur, gjallën në pace, natën e mirë, miru pas një javë tjetër.